Last Christmas I gave you my heart, but the very next day. Ora i sekond, po më duket videa si ato të Panuali, sa ato japin me këngë. E lëjmë. Okej, mirë. Me që janë festa, pra gëzuar festa gjithë, gëzuar festa ju që na ndiqni, stafi, Starsa, se gjithë me. Back to it. Alo? Dhe thonim, po të na liet në marrë... Po, ta them tash? Okej, mos bërtit. Gëzuar dhe Dalina. Gëzuar Dalinës normal, gëzuar se feston, të duam shumë i vica mi mbarë për ty. Vetëm për ty. Vetëm për ty. Çoja dhurata Dalinës shpejtar. Nëse vazhdojmë emisionin tonë, bra? Po, okej, jemi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Skandale. Shiko, na vjen shumë keq që këtë vit nuk mundët kurrë të flini me ne, pas ka që ndoshta një herë tjetër, por të paktën ju na torturuat me sfidat që këtë herë keni sugjeruar. Nëse mirë ju që nuk flini dot me ne, kam privilegj. Shiko, me ty jo njerë se desi është i makti vërtet çohet në gjumë kështu dhe të flet seriozisht fare si t'jetë zgjuar. Nëse vazhdo sfidën e parë. Edhe gjë më e frikshme është që bën sens ndonjëherë. Sfida e parë, dërtoni pemën me duar të lidhura. Unë kështu e bëj çdo vit në fakt, është normale për mua, po ti nuk e di ta shohim mirë. Vajim i vogël. Ka me go? Kam gjet! Futa dri... Dorëzohem. Si jena për këtë punë? Si jemi për këtë punë fara? Asa pak të një vendosën, sa? Po. Sfida tjetër, përndiqni dikë të veshur si babagjysh. Ne kemi bërë për ndjekjen, po kësaj radhe me që është dhe një ditë para Krishtlindjeve, s'ka lezet, mos ta bëjmë njerë si babagjysh. Gjim babagjyshin dhe i marrim dhuratat. Isha as po na qenë polici kësaj radhe, se do ishte shumë akur t'ishim në rajon të veshur si babagjysh. Këtërë do na çojnë në pojnë në veriot. Unë i ulimi vesh si babagjysh sot, dhe në parë dyshin e përndjek. Ho. Këtë do përndjekim sot e jull. Shko me ka ideali? Okej. Isha as po në arrem se këto çunat janë të të mërshë. Hajde. Hi, Merry Christmas. Kërë shpirti Krishtlindjeve. E pra, për ndishti. Qose ata nuk vjen vetë për ndishin. Na pa. Vim sërë pa bëjmë video. Na pa. Ho. Polosha, qa keni mo? Se po më dish në? Është prank. Qa prank më bëhaj këtu qa? Është prank, o djali, është prank. Qetësohor. Do t'i kisharar, Është prank. Din bëhajte këtu. Është prank. Qetësohu. Qa prank më Ojti. sot kisharaf? Na kisha rrathi neve? Po. Pa e ka drejt. Kam të gotën. Sfida tjetër, shpërndani dhurata dhe sa po t'i marrin, thoni e kisha dhurat nga ishi, do e marrësh ti? Të të bëjnë dhurat. Çfarë është? Ka qenë Arushi që më ka bërë dhurat ishi, po s'ka gjë. Po i falë. Qa të ma? Po mirë, faleminderit. Asja. Të të më gotës që kështu shumë. Të të bëjnë dhurat? Po. Ka qenë ishte tim, po s'ka gjë, nuk e dua më s'ka vdekur. Të bëjnë dhurat. Ja, kanë qenë... Shumë faleminderit. Asja, kanë qenë se ishte tim, po s'ka gjë. Ka vdek tash. Iko. Si jemi dim? Gëzuar Krishtlindjen. Gëzuar ty, gëzuar dhe matës? Te ke shumë bella. E ti se drejt. Të të bëj një dhuraton. Shumë faleminderit. Urdhëro? Kjo ka qenë ishi tim. Po, ço do I themi ishi tim ne? Gëzuar një vit të mbar edhe... Po, unë e kam inat atë. Jo, nuk duhet ta kesh fare inat, sepse ndrohen ditët tash dhe janë festat.
Do më thëmë në 12 natës, ka një... Jo, shumë e drejtë. Tani në rubrikën e roastit, nuk është roasti që jeni mësu, se ata që dinë anglisht e dinë që roasti është gjeli datit. Që hahet për vitë ri. Ja, u futëm. Po roasti mbetet gjithmonë rubrika jone preferuar, sepse shajmë kolegët tanë. Dhe si mund ta mbyllim këtë vit pa i sharit qik, pa i kritiku pak. Dhe nga veshjet tona, normalisht e keni kuptuar tashmë që do komentojmë sportin. Kush është golashënuesi më i mirë në historinë e Premier Ligës? Premier Ligës. Unë prita të... Alan Shearer? Pa. E para punës sot të zëri jetë aty. E dyta pse bësti ku e njeh Alan Shearin. Unë që kisha lexuar Aron Sheu, po? Ai është? Ai është, ke drejt. Po. E saktë, ma, po. It was this moment. He knew. He fucked up. Po prisa të më rëndë të qesh me Manto që të bëja pyetjen. Flori vazhdo me atë poker face-in e vet. Ta mbyllë këtë vit e ka për ta pak. Manto duke ardhur mesazhi, faleminderit për bashkëpunimin. Ishte kënaqësi. Një vit sa më i mbarë ty, Manto. Lojtari më i ri që ka shënuar një... Një sekondë. Ja. Kush është lojtari i ri që ka shënuar një porth? Manto, Lori do. Unë normal që kam gjetur gjithmonë njëri nga çunat. Dhe kur lorëzin gocat ose shoqet e mia me Barbie, unë merraja topin edhe i prishja krejt këto gjamat e shtëpisë. Sa e rrezikshme. Sa e ndryshme pas ka qenë. Goca lunin me Barbie, unë gjyja topin, si s'merre me gocat, unë jam një nga çunat, jam naço. Zemra gocat merrnin bicikletë, merra traktorin e babit, i bëja zborin. Ai deri krem se do ishte kjo. O Giuliana, do vish luash me kuklla me ne? Po i një goca se unë nuk luj me kukla, unë luj me top, se po shkoj 30 vjeç ka për të më shkuj Ronaldo. Se kemi një fjalë turp në Kosovë që është pak banale, nuk e them këtu. Thuaj, Po, thuaj, ja, bip, se i fare. Fjale urt. Det të mërshme. Fjale urt se rrujnë fare, po qa fjale urt. Kena i fjale urt nga Shqipëria? Ne kemi një shprehje frazeologjike. Mamin. Kemi fjallë turta në këteve, na plasit rabi. Fjallë urte, se me kanë thënë atë para arsit tonë. Është fjallë urt, nuk flet shumë. Dhe normal kur del shkurt e Feza me këndu këngën ton, himnin ton, normal që As drejni, qa? Kur të Feza pas të shkruar himnin tonë me sa duket, okej. Unë në shkollë në vjeçare, po është mora fija. Para se të futë shimësi. E mban mend zemra kur Andi Lila që ndisi flamurën. Moment historik. Po të qa, Marikoja ka pas qenë fushës dhe Marikoja. Po. po vjen njëri e po thot Ronaldo ta lyp numrin. Thash numrin se ja, po për çfarë arsye? Dhe Ronaldo... Tu i lyp numrin, Ronaldo, m'jep numrin se të përshtyp. Ha të ta lyp. Juliana Nura, aman, ma e piqik numrin. Numrin se ja, po ka ne arsye Ronaldo? Edhe s'do m'ja dham, po do ma thuj pak arsyen, ku të se ndoshta e mendoj. Shumë çuni mirë, unë do të përket edhe i kam treguar edhe në Big Brother sepse dolën portalet 2000. Duket shumë çudi që të flasësh për një futbollist ndërkombëtar, është shumë çuni mirë, shumë çuni për çdo. Ja, unë do të filani. Takona për kafe, çuni ka themi Ronaldo zema, shumë flori. Gojliga thonë që çunat e futbollit nuk janë gjë në krevat. Jo, nuk e di unë, nuk e di. Jo, nuk e di unë, thot, gjithë episodin nga thënë që takova Benzeman, takova Ronaldo në tërë Simonci, po jo, unë shoh futboll, shride kam unë futbollista, qa tuti. Mos e vrit mendjen se dinte Manto me që e tha. Manto i ke provuar? Kemi disa lojtarë dhe do zgjedhim më të bukurin ndërmjet atyre. Ah, sa bukur. Po nuk i shikoj lojtarët, unë thashë shikoj lojen. Kjo është loja. Po zemra shoh si bën Rafi Shatën, pastaj ja jap numrin. Qa offside i bëri këta shi, nuk e shikoj fare. Si shikoj fare, shoh futbollin, shoh topin unë. Strakosha apo Bajrami?
E vështirë? Po, sepse kur ti njeh të dy tani nesër më thirrin telefon gjall, pse s'm ke zgjedh Mirë. mua. Do të thënë njëf ka futbollistë, po të shoh futbollin, s'njoh futbollistat, s'merrem me futbollistat, ndërkohë Gjul. E mamën që ta lypa numrin atëherë. Çka ke thënë për mua në emision? Atëherë ka pëlqyer loja këtyre dyve, pastaj ka dhënë numrin, ka pëlqyer si shënojnë Po, golat. vërtet, rafishapa që bëri. Ky Xhesula. Gjasula. Po e ka një vëlla dhe më të bukur se ky. Po vllajën e vet. A duhet të vëllai me kontare? E di. Por kur e la futbollin Sepse kur e bëri ky gol në Gjermani, 12. ai ishte afër me dhe ishin shoqët e vet, edhe thash ku e kam pa këtë çun, po se dia që ishte vllai i tij. Në më sa kam takuar, sa kam dhënë numrin, si më me gjithë futbollistat. Po si thamë fillimin, shoh vetëm lojën, ti ka parë të vllajën. Shoh vetëm lojën ose mos merrem fare, nuk i ka pa vllajën futbollistit. Prit se nuk kam marrë kartat e mia. Reymane, Reymane. Ma, se marrë me po kështu heqe. O Manto, të duam ne, o shpirë të zgjedhim ne. Reymane, Manto, zgjedhim Manto. Le mos zgjidhi Juliana, s'ka gjë. Ne? Hami, ha se Manto Ne? primi. Kemi nere se për ty Manto. Po, Gjulit faktikisht, asë njërë nuk është shihet mia, por kështu, sa për me loz topin, po. Aman. Sa me los topi. Sa për me los topin është i mirë, po këson shihet e mia nuk janë futbollistat, në këtë Tërë ekipe. I njeh gjithë, ka shku në çdo skuadër. Flamuri Red flags kuq më të më. më i madh të meshkujve shqiptar. Flamuri kuq më i madh të meshkujve shqiptar. U bë pa manual tash, e kupton? A hape pa manualin, pa më thënë. Manto dhe Flori, çunat që zopin futboll janë jo e madhe. Kur ai nuk e fut topin në port, nuk vën. Kjo është, xhelozia mes vajzave në showbiz. Diçka që është tmerr, shumë. Është tmerr? Në nivele të larta Vërtet? mendoj. A është në nivele të larta? Unë as nuk i njoh, as nuk i shoh, as nuk i ndjej. A nuk e ndjen A ndoshta vërtet? kam energjinë aq të madhe që unë ku shkoj ato për tokë bin. Këtu kaluan të WTF-ja njerë. Pas të bajde kryem si duket kjo në menaxherin e saj të madh që bien gjithë për toke. Po. Po erdhi Juliana Nunrau, po Juliana menaxhere jam. Ronaldo, a? Ronaldo. Numrin se ha, po çka kërkon tjetër? Në minut, sot vi autobusi Ferizaj, Pepe Ferizaj. Okej, ma prit. Ua, po këto femna që unë si ndjej hiç nuk i llogarisit. Ani. U ran për tokë bre. Menaxhimi i fuqi ran për tokë. Ran për tokë bre. Ani, da. Menaxhimi. Ani, da. Të na është normale, do të thotë shoqet e mia 12 vjeç, 13 vjeç, do të thotë unë Paska shoqja ato të gocit. Pas ashtu që 12 vjeç tani vjeç. Ça është vi? Okej. Shoqja ja? Tani kishë s'ka në fundet e sportit, që vje e re nga veshët tona. Tani kemi What the Fuck Show. Well, what the fuck? Big Brother i nis nesër, festivali nesër ka gjithashtu finale. Jam janë këto eventet mos. Që tham dhe ne i qa buk. Artemisa, arsyeja pse ti nuk e ngrën buk nuk janë këto. Ka qenë Kostiani gjatë gjithë kohë. Ja festivali thotë që kanë ngel pa bukë, po ja për shpirë qef Kostianin. Ta janë ndarë dhe me raporte jo të mira me Po, e televizion. vërtet, disa nuk kanë pasur raporte shumë të mira me vendet e punës ku kanë qenë më përpara, e hedhin kështu spica Po, kunjë unë do lehtë. Ishte spic kujnë për Artemisën kjo. Që t'ka pas marrë 10 mirë të shpërshu 3 herë në andale. 3 brenda muaj. Do duket pak si qok kjo që do them, po duke bërë skaletën, po listonim gjithë emrat dhe më tha gazetarja e programit që po Dalina, thashën kur ka bërë Dalina buzi YouTube, këta të tjerë. Falenderojmë Dalinin që shpiku YouTube-in. Momenti im i preferuar ka qenë kur shpiku Facebook-un. Për që Kur shpiku dhe Instagramin e Facebookun të dyja për i herë Dalina, zemra kur i ka bë Dalina këto përpara, dhe mos ja fut ka. Pas personazhe me emër si Gjensila Ledri, të cilët e kanë ndihmuar me ekskluzivitete dhe me views-a. Pra, duke ignoruar faktin se tha do që se tha da. Po nëse s'ka faj, se me të drejtën asullë fatas nuk e them dot. Me ekspulsin që në vend. Sepse ajo, si thot Artemisa, bie dakord janë fjalë të vrazhda, që janë fjalë të vrazhda. Kostiani po e ha nga brenda fakti që ra dakord me Artemisën. Po plas. Ndodh për herë të parë, pse se vun titull këtë Kostiani bie dakord me Artemisën. Nuk e shandën. Fjala Artemisës merret parasysh për herë të parë, ekskluzive. Ndodh e papritura në WTF.
Fatosi lë Kosianën dhe Artemisën të flasin. Ka unë numrin e Arbanës e kam, po nuk e dia e ka Arbana numrin tim. Pa emocione, ky është momenti të dashur miq, Fatosi me idhullin e vet në telefon. Një sekond. Hajde. Doja të dija ku fitohet më shumë, në televizion apo në YouTube? Të marr pak më vonë të lutem se jam në një ambient në njerëz. Me fakti që titulli i këtij episodi është telefonata Arbanës ndërpret emisione, si i ka marrë Arbana kështu alo, ndërpret e WTF-s po flasun. Duhet të po flason. Jemi xhirim, jemi live. Ndërkohë këtu po marr idhullin tim për ulemi para Arbanës. Isha ona e hap, ndërkohë që thotë. Okej, ta mbyll pak tani se s'mundem të flas me ty fare, Fatos. Kam punë, kush ishe ti? Okej, në rregull, po e pres. Fatos, jo po ishte e zënë se duket sikur po. Arbana duke shpërndar dhuratat për vitin e ri, tani Fatos një sekond. Po asoj baba gjyshi, kot, Arbana Klaus. Bota ka baba gjyshin, e kemi Arbana që ta shpërnda, morën 12 dhuratë. Është paralelisht. Është pra bën paralelisht edhe YouTube-in edhe televizion. Më shkatro fakti që sa po flisë Artemisa, i futi sigën aty. Fol Artemisa, what the fuck? What the fuck? Fatosi, tu e prend montazh, falimisin, nisi bash. Okej, futë këtu. Mos e luta përfundoj fjalën. Por e kemi fjalën për Alketa Vejsiun. Atë që nuk e di do. Tani do të rregoj një histori shumë të lezetshme me Alketa Vejsiun. Alketa Vejsiu për pak më shtypi mua me makinë. Osa kjo. Jo, se dhe kjo. E pagujta unë. Unë isha me skuter, Alketa gati se s'm shkeli, i tha, "Ço të bëmë?" Ndoli mua me sy dhe thash, "Ti Alketi?" Ajo vazhdoi të po, Podcasti, episodi më i klikuar i Alketa Vejsiu në YouTube është me shefën tonë. The Mother Delina Miss D. Që ndonjëherë Miss D. Miss D, Mother Delina. Ha? Miss D. Miss D. Jo, kishte Miss Delina, nuk e ka Miss D tjetër. Okej. Le, mos e pusho kostin kota ma. Kosin. unë jam Artemisa, të telefonoj nga Andale. Okej, Artemisa çfarë bën? Artemisa pret pak reagim. Unë jam Artemisa me një? Jam Artemisa nga Andale. Okej, thot ai Artemisa, kush drejshi një ti? Mund pretendosh tani emër mbi emër tamam tu dikot famshëm që njifet? Si po të shkon ty me projektin e ri? Jo keq. Je i kënaqur? Po, tani sa ka filluar, pritshmërit janë për më shumë, por deri tani ka një feedback pozitiv. Avash, nuk ngrihesh direkt me të parën. Patjetër. Unë mekem që te kjo telefonata në qasur po flirton dhe do 3 orë t'i bëj një pyetje. Si jeti, si t'ecën projekti, qa bën? Një bishen, kemi shumë ka pa u parë. E po nuk ngrehet direkt me Nuk ngrihet direkt me të parën, no. Drini. Ishte një telefonin misit, ama ju lutem, të flasë dikush tani profesionalisht me ta. S'po më merr të gjumi Drini. Aktrimi i Rozës nuk më pëlqeu fare. Domethënë, më jepte një ndjesi kështu pak si cringeosje. Nuk e di se si mund ta them në shqip një fjalë dhe një term. Gjendese. Një fjalë cringeosje, një sinonim është Artemisi. Ja u e ki një fjalë shqip që ka të bëjë me cringeosjen ose cringerimin. Më jepte pak kështu Artemisen. Artimosje. Artimosje pak. Nëse kishte skena e fundit e what the fuss dhe surprise për ty se nuk e di, jo. Pa se ma tani nuk e mbyllim do të Krishtinje pa i qik pa manual, ma se kena i qik Po jo, më unë ka manual o burë njetë, ka manual, pse? Ti tallim në qik sa të lezeq me gocat. Vdesit paktën ta gjesh me lek, po të mos të vdesit. Bravo, ai nuk do vdesi pa dashje. Me rëndësi të jem e ve dhe mos më ketë lënë borxhe. E di kush mendon. Okej, se që diskutojnë këtë pa manuali, më më rëndësit tjetë më këtë dek burri, akoma se ka gjetë, po ja uron vdekjen akoma pa e gjetë. E vdekme du tjetë i vdek, pastaj mos me lëri borxhe, kupto? Tjetë taman. Po, këto kërkoj dhe nga i mashko. Kjo është një po, kjo është taman. Po, është po e madhe. Mendoj që realisht njerëzit janë ekonomikisht aty ku meritojnë të jenë. Qa theri? Meritoj unë të jep me 200.000 lekë rrok? Do shta Gjesi erdi kohët një apësh 27.000 lekë që më ke borxh. Ti shpëthem. Po dhe dis, ti të ka lekë borxh, ti meriton t'jesh aty ku je, more vesh? Por mendoj për shembull që nëse unë do isha një gocë. Nëse Gjesi do ishte gocë në një dimension tjetër, në një... Nuk e imagjinoj do Gjesi si gocë, nuk e din. Një realitet tjetër. Duhet parë. Po ta marr ndryshe, unë ha në restorant 4 herë në javë, darë 4 herë në javë. A është dikush javë më ndiki mua 4 herë në javë në restorant? Pse?
Njerëzit kur duan burr me lek, aspirojnë për, ku diun, udhëtime, aspirojnë për gjëra shumë shtrenjta, për kjo klasë etj. Gjesi, më nxjerr 4 herë zgara lagje tamam. Atë më ballot ti mua, more veç. O zemra të qofte tregojt mirëqenia. O zemra, tu tregon se ka lek. Po mori 7 qofte për person, do të thënë që është po e madhe. Le po mori pastaj 2 pjata, o zemra. Ti që ti ha në restorant, po i ke mundësi që jeta që du të bëj unë është që të kem këtë lloj jete dhe ai mua nuk më ndjek do të hat pasapi. Është Port Merigon. Faleminderit, Blerta foli herë tamam Blerta. Është tamam Port Merigon. Sigurisht jetë luksi, 4 herë në restorant zga. Kosiani ra dakord për herë të parë me Artemisën dhe ne ram dakord për herë të parë me Blertën. Unë do ndihesha shumë inferior nëse do i merresha me një çun që shkon çdo fundjavë nga zbreth jashtë. Sepse unë s'e përballoj dot, dhe ndiem unë keq. Po pse ndihesh keq por ne? Për gati valizhen zemra ime, as edhe lekun s'ke për shpenzuar, shko bashkë me dashurin jashtë. Unë do ndihesha inferiore, as ti lloj. Çon. As edhe lekun s'e për shpenzu. Tu mi ke dashuri thot, jashtë me udhime edhe unë mos t'i bashkohem, mos paguaj asgjë, inferioriteti kësaj. Kuptova që nuk mund të jetoja me një njeri që kishte më shumë lekë se unë. Kur doja të ndahesha dhe më dha 500 euro, duke më thënë hajde se nuk bëj më. Ti kishte numrin? Numrin e këtij që ti ka 500 euro za e boka gabime. Unë çdo ditë zemër sikur do ndahemi. Bëj që gabim këto, 500. Tu bëj 2 gabime, 1500. Gabimi është shumë i madh. Shumë i madh, kjo ishin 3000 eurosh. Në të drejtë. Edhe aty mund të të falë. Po tani dëgjoj, tani nga ekonomia thash, nga ekonomia s'është gjaj, po ai ta beku Zoti me un tjetër tani, edhe kjo është një arsye. Po neve që na ka beku Zoti mos ja. As ekonomia as më tjetër. Foj për vete, unë kam të madh. Harrova, kam dhe lek. O mi, pas të dyja. Gjithë të 7.000 lekshin që më ka bërë qesi. Ua, sa klasë mbuzhi. Wow, ulala, mademoiselle, me got fancy kosë. Tu e gjusi ato që gjenë gotë në verës, tu bëgot a mu. Ashtë 80-ës kjo dhe bole blanc. Ka fut kosin. M'got fancy, po ulala, fancy, classy, gjëstjana muka. Një bie 100 ngrien, apo së shkry? Ja, së shkësho. Është një bie 1000 ngrien, e ka thënë e Mazhaku? E Mazhaku ka thënë dhe unë grefshin gjithë. Mos harrojmë. Mu jasë më në kam dhorë. Mua. Nëse kishte e skena e fundit edhe e pa manualit. Si e kanë këto, s'na vjen emrin. S'na vjen emrin këtyre gocave. Ne më futëm 3 episode kësaj radhe, se për kështlinje... Po e bëm të madhe, thamë, po i shajnë gjithë. Hajt, po i futëm i gjithë. Po dhjeshin, jo, na shani ne, po ja, jemi shumë bujarë. Hajt, këtë zjedhim, zjodhen ta 3. Dhe në rubrikën time të preferuar, s'më besoni, më besoj varë. E imja sështë zita shqiptoj. Kemi zgjedhur ato që ju ka munguar shumë, që ka qenë vlogjet e Krishtlindjeve. Vlogmasat, me që këtë fund vit nuk janë, ne kemi zgjedhur vlogmasat e vitit të kaluar. Në vend të 5 është Kleja dhe Justini me biskota që futën kështu pas dëmbësh. Po unë hëngra ushqim masësh atëherë. Unë nga pas dëmbësh, ishte era ime parë që vija në punë këtu. Tas ishte era parë që laje dëmbë. Edhe ajo. Por ishte dita ime parë në punë, dhanë pas dëmbësh me biskota, i hëngra thash, okej, po ju besoj këtyre njerëzve çfarë të bëj. Shkënjime parë në andale, pasaj erdha unë. Dhe në vend të 4 ishte ashensori, dhe unë që atëherë nuk kam hyrë në ashensor, se shja këta dhe meri fryma. 8 persona në ashensor, unë jam dhe klaustrofobik, edhe ja do mduaj edhe... E të mërshme, po jo arisa për që më të parë. Në vend të 3 është Blerta dhe Benardi, një darkë Krishtlindje me 0 lek. Shkon duke marrë gjelat, para s'ta bërë dhe Fatos Sulo, okej? Fatos e ka bërë Blerta dhe Benardi para teje, more vesh? Blerta dhe Benardi shpikën bajt dushkën. Blertostik, Benardostik. Në vendin e dytë kemi Kesianën dhe Aldin, që shkuan në Kosovë, ndërtuan mbredhin e parë të Andales në Kosovë. Ata që ta mbredhin e parë të Kosovës. Po, ata shpikën gjilë, ata shpikën mbredha. Dhe në vend të parë është Kristo dhe Fatosi që bëjnë dhurata me 20.000 lek. Për gjithë vilën.
U këputën. Nisa të dy ka shumë kimi, janë shumë lezetshëm të dy bashkë, pra ne janë dhe vlog masi më i klikuar. Thash, prandaj janë dhe qift, ngela, ose ka në gjyqë se di. Jo, është qift është Kesiana Klea dhe Benard Blerta. Por në këtë video kemi diçka më të mirë se vlog mas. Ju prisin në datën 31. Dhe me që jemi një ditë para Krishtlindjeve, ju urojmë Krishtlindje të mbara dhe nga unë dhe nga Juli. Mua! Puci! Ándale.